Selam aleikum miq të dashur. Mirë se vini në kanalin tim Zgjimi i Shpirtit. Unë jam Arlinda dhe sot do t'ju udhëheq në një meditim të veçantë për istikfar. Këtë meditim mund ta praktikoni kur të doni gjatë tërë vitit, sepse ne kemi gjithmonë nevojë për faljen dhe mëshirën e Allahut dhe kemi gjithmonë nevojë për pranimin e lutjeve tona. Ashtu siç kemi gjithmonë arsye për të qenë mirënjohës për begatit e Allahut. Kujto se istikfari është çelësi i çdo zgjidhje dhe pranimi të gjithë duajave. Para se të fillojmë me meditimin, mos harroni të pëlqeni, të abonoheni dhe të shpërndani këtë video me të tjerët që dhe ata të përfitojnë. Mbështetja juaj në këtë kanal është shumë e rëndësishme për mua, pasi kjo më mundëson të krijoj më shumë video në të ardhmen. Pra le të marrim pak çaste për të qetësuar dhe për të lidhur shpirtin ton me Krijuesin, duke kthyer zemrën drejt Tij me përullësi dhe dashuri. Eudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ulu në një vend të qetë ose shtriu. Mbylli syt dhe merr frym ngadalë dhe thellë. Ndjeje ajrin që hyn dhe del nga trupi, sikur çdo frymmarrje të sjellë më pranë mëshirës së Allahut. Merr një frym të thellë, mbaje për disa sekonda dhe nxirre ngadalë jashtë. Ndje një lehtësim që mbush trupin dhe shpirtin tënd. Lejo që çdo tension dhe shqetësim të shkrihet. Çdo frym që merr sjell paqe dhe qetësi. Shpirti yt është duke u pastruar dhe çdo ngarkesë, çdo barë, çdo frikë, çdo mërzi largohet. Vazhdo me frymmarrje të thella, ndjehu i qetë, i lehtësuar dhe i mbushur me dritë. Çdo mendim që po largohet, hap hapësirë për më shumë paqe dhe përqendrim. Kjo qetësi është dhurata që Allahu të ofron për këtë moment të bekuar. Lëre zemrën të qetësohet dhe mbushe shpirtin me ndjenjën e përullësisë ndaj Krijuesit, i cili është gjithfalësi dhe i gjithëmëshirshëm. Fillojmë me istikfarin. Përsërite me sinqeritet dhe përqendrim. Kërkoj falje nga Allahu i madhruar, përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë. Ai është i gjalli, i përjetshmi dhe tek ai pendohem. Estekfurillah. Kërkoj falje nga Allahu. Kërkoj falje nga Allahu dhe pendohem tek ai. Përsërite disa herë këtë në vete dhe ndje që çdo istikfar po largon errësirën e gabimeve dhe të mbush zemrën tënde me dritë.
shumë bukur. Tani le të lutemi së bashku. O Allah, ti e Zoti im. Nuk ka tjetër Zot përveç teje. Ti më krijove dhe unë jam robi yt. Dhe jam në përputhje me beslidhjen dhe premtimin tënd për aq sa mundem. Kërkoj mbrojtje prej të keqes që kam bërë, e pranoj të mirën tënde ndaj meje, dhe pranoj mëkatet e mia, prandaj më fal, sepse askush tjetër nuk i fal mëkatet përveç teje. O Allah, të kërkoj me madhështinë tënde, që nuk mund të sfidohet, me sundimin tënd, që nuk mund të pengohet, me dritën e fytyrës tënde, që mbush çdo kënd të arshit tënd, dhe me fuqinë tënde mbi çdo krijesë, që të më falësh, të më mëshirosh dhe të më bekosh. Amin. Tani, thirë Allahun me emrat e tij të bukur. O Allah, El Rahman, El Rahim, El Gafur, El Tawwab. Ndje që Allahu është i gjithë falësi dhe i gjithë mëshirshmi. Ai është mëshiruesi i madh, që fal dhe pastron shpirtrat, pa kërkuar më shumë veç se pendim të sinqert. Imagjino mëshirën e tij që zbret mbi ty si një shi i pastër, duke larë çdo ndotje nga shpirti yt, duke të mbushur me qetësi dhe paqe të thellë. Kjo është një mundësi për të rifilluar, për të pastruar dhe për të kthyer tek ai me një zemër të pastër nga çdo gjunah. Tani thuaj, Elhamdulillah, falimderoj Allahun për këtë mundësi, për të kërkuar falje dhe për të pastruar nga çdo gabim, nga çdo mëkat, nga çdo gjunah. Elhamdulillah për çdo dhunti që më ke dhuruar, për çdo moment të paqes dhe dritës që ndjej në shpirtin tim. O Allah, bëj që çdo lutje që bëj, çdo pendim që kërkoj, dhe çdo dhikër që shqiptoj, të më afroj më shumë me ty, të më mbushin me mëshirën tënde, dhe t'i bëjnë të pranueshme të gjithë lutjet e mia. Vazhdojmë me lutjen e profetit Yunus a.s. S'ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç teje, i lartësuar jetë ti, o Allah, vërtet unë isha për atyre që bëra pa drejtësi. Vazhdojmë me lutjen e profetit Muhammed a.s. O Allah, ti e falës dhe e do faljen, andaj më fal mua.
Vazhdoj me lutje për pastrimin e zemrës. O Allah, pastroj zemrën time nga hipokriza, nga veprat e mia, nga syfaqësia, mendjen time nga hutimi dhe shpirtin tim nga errësira. Vazhdoj me lutje për falje të gjunaheve të shkuara dhe të ardhshme. O Zoti im, më fal për gabimet që kam bërë në të kaluarën dhe ato që do të bëj në të ardhmen. Ato që i kam bërë haptas dhe ato që i kam shehur. Ato që i di dhe ato që i kam haruar. Vetëm ti je i plot fuqishëm mbi çdo gjë. O Allah, unë kthehem te ti me një pendim të sinqert. Më prano dhe mos më largo nga mëshira jote. Më ndihmo të qëndroj në rrugën e drejtë dhe largom nga çdo mëkat. Vazhdoj me lutje për paqe dhe qetësi në zemër. O Allah, më dhuro një zemër të qetë, një shpirt të pastër dhe një mendje të kthjellët që të mund të të adhuroj sinqerisht ty. Shumë bukur. Tash merr një frymë thellë. Mbaje për disa sekonda dhe nxjerrë jashtë. Ndjehe lehtësinë, mëshirën e Allahut, duke të mbështjellë me dritë dhe qetësi, duke të falur çdo gabim, çdo mëkat, çdo gjunah. Thuaj, Subhanallahi, wa bihamdihi. Subhanallahi adhim. I lartësuar është Allahu me lavdinë e tij. I lartësuar është Allahu i madhruar. Shumë mirë. Tani merr edhe një frymë të thellë. Mbaje për disa sekonda dhe nxjerre jashtë. Ndjehe lehtësinë që mbush shpirtin dhe trupin tënd. Ndjehe mirënjohjen për pastrimin e shpirtit tënd. Vazhdojmë me një lutje për istikfar dhe pranimin e lutjeve. O Allah, ti je gjithë mëshirshmi, mëshirëbërësi. Unë kërkoj faljen tënde me sinqeritet dhe për ulësi. O Zoti im, më fal për çdo gabim, të madh e të vogël, të ditur e të paditur. Më mbulo me mëshirën tënde dhe më pastro shpirtin nga gjunahet, sikurse një rob pastrohet nga papastërtia. O Allah, ti ai që i përgjigjesh lutjeve, më fal, më mëshiro dhe më prano lutjet e mia. Plotëso dëshirat e zemrës sime që janë për të mirën time në këtë jetë dhe në ahiret. Më dhuro paqe, begati dhe udhësim në rrugën e drejtë. S'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i tij.
vazhdojmë me deklarata për istikfar. Unë kërkoj falje për çdo fjalë, çdo mendim dhe çdo veprim që ka qenë në kundërshtim me kënaqësinë e Allahut. Unë kërkoj falje për çdo moment kur e kam harruar Zotin tim dhe nuk e kam përmendur sa duhet. Unë kërkoj falje për çdo gabim që kam bërë me vetdije ose pa vetdije, në të kaluarën dhe në të tashmen. Kërkoj falje për çdo namaz që nuk e kam falur me përkushtimin e duhur. Kërkoj falje për çdo padrejtësi që mund të kem bërë vetes apo të tjerëve. Kërkoj falje për çdo mundësi të mirë që kam lënë pas dore për t'u afruar më shumë me Allahun. Kërkoj falje për çdo herë që zemra ime ka devijuar nga e vërteta dhe është mashtruar nga kjo dynja. Kërkoj falje për çdo ditë të kaluar pa përmirësuar veten dhe pa bërë diçka të dobishme për të tjerët. Kërkoj falje për çdo shqetësim që mund të kem shkaktuar dikujt me fjalët ose veprimet e mia. Kërkoj falje për çdo çast ku nuk kam shfaqur mjaftueshëm mirënjohje ndaj Allahut për bekatitë e tij të panumërta. O Allah, më fal, më mëshiro, më udhëzo në rrugën e drejtë dhe më beko. Amin. Rabbi kfirli, o Zotim, falëm. Varhamni, më mëshiro. Vahtini, më udhëzo. Varzukni, më furnizo. Varfani, më lartëso. Vafini, më jep shëndet. Vafuani, dhe më fal mua. Elhamdulillah. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. I madhëruar qofsh ti Allah, s'ka të adhuruar tjetër përveç te Allah, i cili e një dhe i pashoq. Ty të takon sundimi dhe falinderimi, dhe ti mbi çdo send je i plot fuqish. Qëndro me syt mbyllë dhe pak qaste në heshtje, duke reflektuar mbi mëshirën e pafundme të Allahut. Ndjeje praninë e tij dhe përjeto qetësinë që sjell istikfari në zemrën tënde. Kur të jesh gati, hapi syt dhe vazhdo me besim dhe durim
duke ditur se Allahu do të përgjigjet ashtu si që është më mirë për ty. Shpresoj se ky meditim të ka sjell paqe dhe qetësi në zemër dhe se të ka ndihmuar për të lidhur më afër me krijuesin tënd. Mos harroni të më tregoni se si u ndjek gjatë këtij meditimi dhe ndajeni me të tjerët. Uroj një ditë apo një mbrëmje të mrekullueshme deri herën tjetër me video më të mira, inshallah.